Ultrazëri është mjaft i rëndësishëm për diagnostifikimin e simptomave apo sëmundjeve të hershme që në fazën paraklinike, domethënë para se ato të shfaqin simptoma. Roli kyç pse është i rëndësishëm është sepse e parandalon komplikimet, domethënë sëmundja përmes ultrazërit ose problemi patologjik që caktohet përmes ultrazërit caktohet në një fazë të pakomplikuar. Pacienti mundet me pas agnezion, mundet me i mungu komplet njëra veshkë, mundet me pas ndryshime në pozicion të veshkës. Veshka mundet me qenë e vendosur tjetër kund, që quhet veshka ektopike. Pastaj kemi veshkën në formë të patkojt, ren arkuatos, si dhe kena ndryshimet ose keqformimet e lindura të rrugëve urinore. Të mos neglizhohen dhimbjet e barkut, sepse shumica e prindërve mendojnë që dhimbjet e barkut ndonjëherë për shkak që nuk i kanë ushqyer si duhet ose i kanë mbingarkuar me një ushqim janë shfaqur, jo sepse ato janë të heshtura dhe mund të jenë sinjale alarmante të ndonjë sëmundur të fshehur abdominale.